Pse nuk sicëruat ndonjë lajm për takimin me zëvendës ndihmës sekretarin e shtetit, zotin Mark Flecking o zoti Dumani? Madje nuk u dha as gazetarëve Laraska që shkumëzojnë nëpër media si macet, kur u ka ngecur hala e peshkut, kur jepni ju ndonjë lajm leshi që e shesin si konspiracion të madh, por që në fakt e di e gjithë Tirana. Mirë, dy ministrat e Ramës, Koçiu dhe Lamallari, nuk postuan asnjë foto se pa le çfarë u kanë thënë. Po ju Moraltin, që nuk keni lërë rast pa hedhur foto në faqen zyrtare të SPAK, kur keni takuar Amerikan, edhe kur keni qenë përdasëm në SBA, pse nuk dhat asnjë lajm, shenja apo shiret se çfarë ju tha ky burri? Kur vinte Gabriel Escobari, shqyeshin media dhe portalet një javë para se të vinte, apo nga që ai kishte mbiemër të fortësh dhe ishte i administratës së Blinkenit, se Bideni ka qenë jerm 4 vjet, ndërsa Marku ka mbiemër tjetër dhe është i administratës Trump. Mu bën syt bakër të shija ndonjë foto me zotin Mark, siç bëre me të shkarkuarën me punë ambasadën amerikane, zonjën Nancy, ku pozove edhe me nënkuptime që ta merrnim vesh ne populli, se zonja Nancy kishte qef shumë jo vetëm ty, erojnë e fëmijëve jetim, por edhe atë që do të zëvendësoj ty. Fol ndonjë fjalë Altin. Mos e mbaj kaq sekret si takimin e qeverisë në Aruba me mafjen, se ne jemi vend i vogël e merret vesh edhe kur të shpëton një e jo më që kërkoni t'u ashisni ju shqiptarve si me nder konspiracion. Jo të gjithë jemi si Zeqineja Altin, që t'ju kemi ëndër e t'ju shohim si shenjtor, se ju njohim më mirë se sa ju 20 prokuror të SPAK-ut mund të njihni veten apo njëri tjetrin dhe di mirë se nga vini, çfarë keni bërë, çfarë jeni dhe çfarë përfaqësoni në karrierën tuaj të mjegullt. Prandaj, jo pak prej jush aty, jo vetëm që nuk janë shenjtor, por janë shejtan. Pale kur thoni me miq që rrini se ashtu është një muhabet dhe e dim vetëm ne. O pika që nuk ju bie në kokë, se shumica aty një lloj janë, si nga koka, ashtu edhe nga ajo që duhet ju bjerë pika. Karregja nuk të tjetërson dot kurrë. Nëse ja i dut, ordiner, pa moral, i shturur, pa familje e pa integritet profesional e personal, një tje kudo që të punosh. Prandaj ato ëndrat tuaja si të zeqjes, se ju jeni heronj, tregojani kalamajve tuaj, nëse ju besojnë, jo shqiptarve. U habita shumë që nuk pash asnjë foto edhe të 3 deputetëve të PD-s që u takuan me Markun, të Gazit, Belos dhe Joridës. Se zakonisht Gazi dhe Belo i hedhin tak fak fotot me ndërkombëtarët, sidomos kur janë amerikan, dhe në çdo foto i mbajnë duart në formë pjeshke, të bashkuara në mes të këmbëve poshtë gjurit. Mor Mark, erdhe dhe ike si rufeja duke na lënë të mbushur plot me enigma dhe hamendësime. Por edhe kjo Nancy nuk foli asnjë fjalë sepse erdhi e çafa Marku, dhe me thënë të drejtën, na ke bërë shumë merak zonja Nancy. Një lloj si Jovan Bregu për ndërmarrjen. Tani që i wadhu edhe kushtetuesja për hetimin top sekret të Lalit për Brekët, çorapet e kanatierët e Ariolës, nuk ka më rëndësi fare se çfarë u ka thënë Marku, se ju për inceneratorin e Tiranës, aty e keni Alçi Bllakun dhe mund t'i rrasni edhe 4-5 arrestime të tjera, se Erioni nuk ka asnjë përgjegjësi për këtë, siç nuk ka as për teatrin, as betoninzimin, as tenderat. Kur të ikni nga SPAK-u, i shisni foto dhe videot me këdo që keni takuar, si Sulo Gradeci, takimet e Enverit dhe mbledhjet e byros politike, që të kapni ndonjë lek. Por kujdes se mos i ngatroni edhe me takimet që keni bërë me kontingjent ndërtues apo trafikant familjar tuaj, se do të zvogloheni si heronj.